Mesazhi im i shkurt është që t'jetë transparent, t'i merr parasysh shqetësimet e biznesëve, ta pezulloj vendimin. Ta pezulloj vendimin për një vetë të shty. A mund të ndikoj tek zero-ja? Po mundet me ndiku tek zero-ja, momentin që çdo qeveri faktikisht i ka si mision domethënë zhvillimin ekonomik edhe papunësinë, edhe inflacionin. Në këtë rast ku ka sikur me një lum e ujë ku del për shtratet vet, faktikisht e dëmton. Domethënë jashtë shtratit edhe kështu që në këtë rast edhe çështjet ekonomike këtë rast po kanë dalin për shtratet vet edhe do duhet qeveria të intervenojë që mos t'i qetë mbrojtësa edhe mos del jashtë shtratet vet edhe përkëtësimin e tregut, përkëtësimin e proceseve ekonomike duhet qeveria faktikisht do të merr masa adekuate, duhet ndërhyjë sepse këtu ka përkëtësim, sepse dëmton sektorin privat, po ekonomitë familjare edhe të gjitha proceset ekonomike për hir që e ka marrë mandatën edhe faktikisht do duhet proceset të jenë zhvilluar sipas ligjeve normale, sipas proceseve normale, për me qenë një shoqëri ne ekonomi me status në zhvillim, nuk jemi ekonomi me status të ekonomisë zhvilluar.